Valbona, jemi sërish bashkë për të parë edhe një herë tjetër zonat më të prekura apo zonat më të rrezikuara tashmë nga Semani. Bëhet fjalë për disa fshatra në brenda argjinaturës së lumit Seman që ndodhen në territorin e njësisë administrative Mbrostar, por edhe të disa njësive të tjera administrative, të cilat rrezikohen dhe aktualisht vazhdon të kenë prezencë të lartë të ujit në toka bujqësore, por që rrezikohet edhe dalja e ujit nga argjinatura, për shkak të asaj që quhet ose që në terma teknik konsiderohet si çedimi i argjinaturës, si pasojë e defekteve të shumta që mund të ketë plotësuar gjatë viteve, duke konfirmuar në fakt edhe atë që është përfolur shpesh gjatë këtyre ditëve, dëmtimin e argjinaturës edhe nga vetë banorët e zonave. Këtu në Mbrostar Ura, në fakt, banorët më kanë konfirmuar se argjinatura është e dëmtuar në mënyrë masive nga ndërhyrjet që janë bërë nga vetë banorët, si marrja e materialeve inerte për ndërtime shtëpish apo ndërhyrje të tjera si ndërtimi i shkallëve në argjinaturë, të cilën në fakt e kemi konstatuar edhe vetë gjatë këtyre raportimeve, të cilat e rrezikojnë strukturën mbrojtëse duke bërë atë të dobët dhe duke bërë që në fakt ekipet e emergjencave dhe të bordit të kullimit të qëndrojnë në gatishmëri duke monitoruar të gjithë gjatësinë e argjinaturës, duke filluar që nga bashkia e Roskovecit, por duke kaluar më pas në teritorin e bashkisë së Patosit dhe më pas në Fier deri në Grykderdhjen e lumit Seman, për të parë nëse me këtë sasi të madhe të ujit, i cili po qëndron dhe ka tërheqje të ngadalt drejt Grykderdhjes, mund të ketë dalje apo çarje të mundshme të argjinaturës dhe për të parë nëse mund të ndërhyjet dhe nëse mund të riparohet në kohë pa shkaktuar përmbytje në banesa, sepse rreziku për cilin po flasim është prezent për banesat, për zonat e banuara jashtë argjinaturës, që do të thotë se në këtë situatë ku ndodhemi tani, ka toka bujqësore në sipërfaqe të konsiderueshme dhe ekonomi bujqësore të dëmtuara nga uji, por që janë brenda asaj që quhet shtrati i lumit ose brenda argjinaturës. Për këtë arsye duket se do të vazhdoj të ketë edhe disa orë gjendje alarmi për autoritetet, ndërkohë që gjithçka në fakt varet nga niveli i shkarkimeve që bëhen në hidrocentralin e Moglicës në lumin Devol, i cili bashkohet me lumin Seman, për të parë nëse situata do të kaloj në një fazë tjetër në atë që mund të quhet rikthim i gjendjes normale dhe tërheqje e ujrave. Nga të dhënat e fundit nga Po më thuaj. Nga të dhënat e fundit nga emergjenca civile, mësova se kemi të bëjmë me një ulje tjetër të shkarkimeve të hidrocentralit të Moglicës, çka do të thotë se të paktën për sot, situata duket se do të jetë në këto nivele që flasim, pra uji do të vazhdojë të tërhiqet gradualisht, duke bërë që të kalojë rreziku për pjesën e zonave brenda argjinaturës, ndërkohë që nëse nuk do të ketë shkarkime të tjera ose rritje të nivelit të shkarkimeve, rreziku në fakt largohet edhe për zonat e banuara. Banorët e Mbrostar Urës kanë treguar se janë nënshtruar për herë të dytë përmbytjeve brenda 2 muajve, sepse kemi parasysh edhe rreshjet e dendura të muajit nëntor, të cilat dëmtuan të mbjellat, veçanërisht në Ullishta, sikundër më ka treguar një banor i zonës së Mbrostarit, të cilin mund ta ndjekim. 7 vjet. 7 vjet. Tani janë në ujë. Ja. Ja duka. I dëmton kjo Ujë të dëmton se herë tretë që përmbet. Ujë e çarmit. herë tretë? Herë tretë. Kur ishte era e fundit? Para një muaj. Para një muaj. Para, janë plotë. Sa qëndroi uji? Sa ditë? Qëndroj një javë, rreth bërë. Tash e ke prap plot. Kur të bie uji? Një javë. Çfarë kemi? Derisa të iki të largohet uji. S'kemi çfarë. Ti je banor i vjetër i Mbrostar Urës? Apo Po kam 65 vjet. 65 vjet. E mban mend Semanin kështu? Në 62-shin ka dalë Semani që plasi argjinatura. Edhe në 71-shin. 62-shin dhe 71-shin pati përmbytje masive apo jo? Në 62-shin është përfeuaj. Lushin e Fieru bë një. Në Po, e tregojnë 71-shin. të si histori. Në 71-shin ishte në këtë pozitë që ishte shi. Mirë, Valbon, urojmë që situata përmbytjeve të shkojë drejt përmirësimit. Falenderoj për këtë raportim. Ishim me kolegen